Neve na thojnë, mos shkoni në haqë, ndërtoni shkolla, investoni në të ardhmen e fëmijëve. Po kur vjen puna te zbukurimi i shesheve apo i dritave festive, pa prit mas shohim qindra mijëra euro të shpenzuara pa mendu dy herë. Prishtina ka shpenzuar rreth 100.000 euro për dekorimin e qytetit gjatë festave të fundvitit, sipas një njoftimi zyrtar të prokurimit të publikuar nga Komuna e Prishtinës. Kontrata ka të bëjë me shërbime për dekorimin e shesheve të kryeqytetit për festat e fundvitit dhe është dhënë nëpërmjet një procedure negociuese. Vlera e parashikuar e kontratës ishte 100.000 euro, ndërsa vlera përfundimtare e kontratës së nënshkruar është 98.557 euro. Sipas dokumentit, kontrata është nënshkruar me 12 dhjetor të vitit 2025 dhe sheshet kryesore në Prishtinë do të dekorohen. Komuna e Prishtinës këtë vit vonoi me dekorimin e shesheve pasi po përballen me një krizë financiare e cila u pasua nga protestat të trafikut urban i cili parkoi autobus para komunës për 9 ditë me radhë me kompaninë që kërkonte pagat e punëtorëve dhe pagesën e shërbimeve kyçe për funksionimin e transportit.